Unë jem gati e sot ikim për diçka tjetër. A unë të të bëshku slow motion, a e bëni ju slow motion? E mirë. Jo. Dek, është i ronë mikrofoni qëre? A që këtë mikrofon, ha? Mikrofoni. Haha, se ku ditë qka që letë që. Shumë i letë. Unë të mënu që Beka e ka nisë me ushtru fitness, tash për di që e kapi këty në botë. Që sekreti është. Qëtë është sekreti? Po. Që të bëhet check diving. Të bëhet vesh testi i shqycave me këshyra janë, se këta i kanë për shembull ditarët, po ditarët e këtë vullos në këtë rregullosh, okay, mos jo këtë në rregull, do të më pagu edhe këta me këshyr, a jeni për vendin ku po ju çojnë. Okay, yine bak. Time off. Hey. Everything all right? Good. Are you ready? Easy. Just go down. 3, 2. Beautiful. Testimi i këtyre djemve të ri në këtë fushë të zhytjes, e këti sapi ty? Po, kjo quhet check diving. Këta bën çdo zhytës i cili vjen për herë të parë ose vjen për sezon në klubin këto në Dolcinium, cilin e vjen edhe ditarin e zhytjes, ku faktikisht tregon zhytjet e tij që janë bërë brenda vitit të kaluar ose edhe këtij viti. Po për mu verifiku bëhet check diving, domethënë futen në ujë diku në thellësi maksimum 90 metër, edhe shihet se sa janë sa e din këtë sport ose këtë punë, domethënë zhytjen, edhe a janë okay të kualifikuar dhe a janë, çfarë më thon, a kanë kondicion për zhytjen e cila ka me pasu mbas kësaj. Ose a i përmbush kushtet me qenë zhytës për me shku në thellësina caktume ose në për lokacione caktume që janë normal anijet e fundosuna këto në lëqen që janë shumë të bukra edhe të vjetra. Pas kësaj të me thonë bota e zhytje e vërtet, ajo që është pak ma, jo mës të ma e rrezikshme, për pak ma e vështirë. E vështirë është momenti kur nuk din, se ata që dinë është shumë e letë. Ata që s'din ka me pas probleme me zhytje, ka me pas probleme me rryma, vale, etj. Pas kësaj ti do të marrësh disa pamje edhe për televizionin ton ekstra, pas të kryet kjo prova. Cila do t'jeta e gjë më interesante që ti do të bësh për ne? Unë shpresoj që do t'i ushqej pak peshqit me delikatesën e quajtur i ri qytetit ose me neguac, ata do të mbledhen para kamerës, ose do të haren ashta njerëz për shikuesit e radio televizionit niseni kanë me pa saktë se si sulmon peshku në mish ose në ushqim.
dërizat këtu, i kemi edhe këto. Kje për shasht, kje? Kjo është qajo, qebja jote. Cebja. Ama mirë të një. Si ninja për do. Në është të shqyrë për. Nice, për do. Si! Ato me ta puna e serena, naj. Po që? Bek, Po, pola kejtve. për të lesi gojën e prës. Vrëzë gëprën, nimin telefon.
Dhe intervistojmë këto mikun ton, mirë dita sjeni. Mirë dita, unë si zhyt, dhe me thonim hi 13 metra poshtë. Rëzit apo zhyt? Rëzit, Ti rëzit, unë jam zhyt. Kjo është zhytësi. Beka sa u këthy për zhytjes, që shka lutë? Mirë ka një zhytje suksesshme, është turistike kryesisht në unë edhe miku im, instruktori im Ibrahim Milla, ndryshe pronar i klubit Dolcinium, edhe një po ashtu e klubit të zhytjes, angazhohet gjatë verës rreth këtij atraktivitetit madh botnor, ku normal turizmi në New York është i njohur në barë botën, pos te na pak është duke ngel mas, po shpresoj që të ardhmen me gjitha ata njerëz të cilët janë duke kontribuar këtë sport, ku rrit numri i zhytave në Kosovë, ku do të shfrytëzojnë edhe bregun e Malit Zi dhe bregun e madh dhe bukur të Shqipërisë. Sa është e rrezikshme zhytja dhe sa është siguria, sidomos në klubin e ju? Sa është e rëndësishme siguria në përgjithësi? Siguria në përgjithësi në zhytje është pika e parë. Do thonë shumë e rëndësishme një siguri totale që i thojnë njësaj, sepse do të me qeni sigur në çdo sens se është sport që s'ta fal dakikun. Njerëz të cilët mendojnë, njerëz të cilët punojnë rreth kësaj dhe mendojnë se dinë, nuk dinë. Edhe unë nuk di se rrezikut në ujë nuk i dihet, nuk është ambient të cilin njeriu jeton. Kështu që është shumë mirë që vetisohen edhe gjithë ata të cilët e dojnë atë sport në Kosovë, të kanë kujdes me kanë mësojnë, tek mësojnë, ekzistojnë instruktorë, ekzistojnë njerëz të cilët udhëheqin zhytje dhe ekzistojnë zhytëta të cilët vetëvërtetisht veç kanë kaluar 1 ose 2 nivele të zhytjes, ku ata mundin me ditë sa dush, po pse ekzistojnë shkolla të cilat duhet kryhen për të mësuar të tjerë. Ujrat në Kosovë kryesisht janë të turbullta, të ftohta dhe të pa eksploruara, kështu që i kisha këshillu gjithë ata të cilët e dojnë zhytjen, edhe ata që dojnë mu zhyt, le të kanë kujdes pak më shumë edhe le të pyesin para se ty. Ajo është shumë e rëndësishme, edhe pse unë nuk i njoh shumë mirë ujrat në Kosovë, s'do me thonë që nuk mund me thonë ato keni kujdes se definitivisht ishin turbullta dhe ishin të papërshtatshme për zhytje. Sa është interesimi i njerëzve me ardhur mu zhytë, me thonë te Dolcinium? Në Dolcinium vinë shumë prej botës. Edhe kryesisht edhe klubet të cilat janë në Kosovë, është klubi PEA, klubi im Kosova Diving, ose shkolla e zhytjes Kosova Diving, antarët e tyre vinë rregullisht edhe shpesh vinë në këtë qendër, po ashtu edhe të klubit Prishtina, vinë edhe zhyten në këto bukurit në New York të cilat i ka ofruar bregu i Malit Zi, sidomos normal në thënë Tulçinit, ku momentalisht janë në tjetrën anë të Vallëdanosit, nuk janë në tonën e juve atje që e bën ju tokës, po jena këto ujë. Në Knena ma Na jemi këto në Knena. Na jena më ndryshe. Po, ne jemi më ndryshe. Ne frymojmë më ndryshe, ja shiko. Çka jo. Edhe çështo. Cila është pjesa më interesante e zhytjes? Pjesa më interesante e zhytjes në ujë është ajo buzëqeshja të cilën e fiton ti në bark ose në breg, kur gjithë zhytësa dalin dhe janë të kënaqur me zhytjen e ditës. Po ashtu edhe dreka është ajo e cila definitivisht e kurorizon një zhytje të mirë, një drekë e shëndetshme dhe një bisedë dhe një diskutim i madh rreth zhytjes të cilën u bëa ditë. Që ajo është shumë e rëndësishme. Diskutu gjana që jenë punë. Gjanat, mangësit. Në fakt kur u vënu pak unë janë nisa mutut me palena me. Jo, po ti veç ka pas du fluskat mi përcjell. Fluskat ne kemi qenë afër, po faktikisht ne kemi marrë linjën e bregut, a ju keni qenë mes ujit, kështu ka një herë edhe syni pa ushtruar në punët, bashkë edhe ti dalloj, po gjatë punës. Po. Edhe fluskave. Definitivisht ka qenë shumë e suksesshme, këta po shihen që janë të kënaqur, tash është koha bukur se normal dihet që në zhytje 2 orë para zhytjes nuk do me hungur bukë se turbullohet gjithë. Po ikim, po hana buk. Na takohemi prapë gjithçysh me Bekën. Beka, faleminderit. Faleminderit edhe juve nisë nishi. Faleminderit për ato gjona që na i rezervuave. Faleminderit për xhirimet që i ke bëu vetë ti personalisht. Shpresoj hera tjera Radio Televizioni Nisëni do ta ketë ndaj kameraman në New York dhe udhëhes në New York që fol. Kadar varsın. 3 tane de